Drejtoria vendore e policisë në Shkodër ka njoftuar një sër veprime hetimore dhe arrestimesh të kryera nga strukturat e saj në Shkodër, Velipoj dhe Vaunedejës, si dhe një rast për person të larguar nga banesa. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë në Shkodër arrestuan shtetasin AN, 19 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një armë ftoft thik, e cila u cilësua si provë materiale. Po ashtu referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetasin VD, 44 vjeç, banues në fshatin Boriq i Vogël, i dyshuar për ushtrim dhune psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Në Velipoj, specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë të Velipojës referuan materialet në prokurori, duke nisur procedim penal për shtetasen MQ, 61 vjeçe, pasi është kallëzuar nga shtetasi FM, 41 vjeç, banues në Shkodër, se ajo i pengon hyrjen në një tokë të marrë me qira në fshatin Req. Ndërkohë në Vaunedejës u referuan materialet për disa konflikte pronësie dhe dëmtime pasurie, procedim penal për shtetasin 72 vjeçar GJ dhe MJ, 40 vjeç, të dy banues në fshatin Kosmaq, pasi dyshohet se kanë zaptuar një sipërfaqe toke në fshatin Asht, e cila pretendohet nga shtetasi 62 vjeç YL me certifikat pronësie. Gjithashtu është proceduar edhe shtetasi BT, banues në Las të Vaudejës, i akuzuar se ka dëmtuar disa fidan ulliri në pronën e një tjetër shtetasi. Në një tjetër rast, me datën 20 prill, një 51 vjeçar me inicialet DT, banues në fshatin Boriq i Madh, ka kërcëzuar largimin nga banesa të bashkëshortes së tij, shtetases SHT, 40 vjeçe. Policia bën me dije se po punohet për gjetjen e saj. Materialet procedurale janë referuar në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme.